Në debatin për dekriminalizimin LSI këmbgul për konsensus politik dhe në rastin kur të ketë dallime mes palëve, atëherë do duhet mendimi i Komisionit të Venecias, i cili do të ishte i detyrueshëm për të zbatuar. Do të ecet me shpejtësi dhe njëkohësisht konsensualiteti do jetë linja udhëheqëse dhe mos dakordësit do të zgjidhen pra thash me mbështetjen e dakordsuar pra të Komisionit të Venecias, gjë që ne kemi nënvizuar dhe në deklaratën 24 dhjetorit. Pra do thotë, do të merret opinioni i tyre dhe ai opinion do të jetë një opinion i padiskutueshëm për secilën palë. Socialisti Taulant Balla, i cili në mbledhjen e fundit të Komisionit të posaçëm për dekriminalizimin deklaroi se me nismën ligjore të qeverisë, komisioni mund të quhet i ezaruar, thotë se palët do të punojnë mbi dokumentet e propozuara dhe çka është më e rëndësishme në proces është konsensusi. Paketa ka dy element shumë thelbësor, elementet e çelësave kushtetues dhe elementin e rregullimeve ligjore që bën ligji i propozuar nga qeveria. Unë kam bindjen që në komunikimin e rivendosur do të arrijmë që përmes komisionit dhe përmes mekanizmave tjerë parlamentar, të cilët janë të domosdoshëm në një proces të rregullt parlamentar, të mundsojmë që të kemi një projekt ligj të përbashkët. Kërkesat e opozitës për testin e drogës dhe shenjat e gishtrive, socialistët i konsiderojnë qesharake, por Oret Bylbashi i PD-s thotë se ky është një kriter i panegociueshëm. Çështja e shenjave të gishtrive është një moment themelor në ligjin që kemi propozuar ne, është një kusht që ne nuk e negociojmë. Pa të, do të ishte e pamundur që kriminalët të cilët kanë kryer krime dhe kanë ndryshuar identitet apo e kanë kryer me identitet tjetër të kapeshin dhe të ndaloheshin nga të bërit deputet apo çdo funksionar tjetër. Pra na duhet që këta persona të mos hyjnë në parlament. Çdo përpjekje për ta bllokuar këtë nuk do të gjejë konsensus nga ana jonë. Pas përfshirjes në kalendarin e punimeve të kuvendit të projektligjit të depozituar nga opozita, pritet që ditët në vijim deputetët të rinisin debatin politik.